Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja sa ka kushtuar unaza me të cilin princi i propozoi Blertës për martesë. Fesa e princ Lekës dhe Blerta Celibashit ka vënë sërish në qendër të vëmendjes familjen mbretërore shqiptare. Por këtë herë gjithë dritat nuk janë te historia e dashurisë, por janë tek unaza. Sipas revistës britanike, princi shqiptar ka propozuar me një unazë fejese vlerësuar në 120.000 pound ose rreth 140.000 euro. Një shifër që po qarkullon gjerësisht në mediat ndërkombëtare. Unazë mbretërore, por pa zhurmë. Eksperti i bijuterive, i cituar nga një magazin, përshkruan unazën si të qetë, elegante dhe pa teprime. Një diamant me prerje ovale, i vendosur mbi një shiri të hollë të zbukuruar me gur pav. Sipas tij, nëse diamanti qendror është 2 deri në 3 karat, çmimi vlerësuar për 140.000 euro është plotësisht e justifikuar. Ai e quan këtë stil regal dhe bashkëkohor, një mënyrë për të treguar status dhe ndjenjë pa pasur nevojë të bësh shumë zhurmë. Ndërkohë shtohet se prerja ovale simbolizon harmoni dhe dashuri që zjat, duke e bërë dizajnin jo vetëm estetikisht të përkryer, por edhe emocionalisht kuptim plot. Propozimi ndodhi në 11 tetor 2025 në Ksamil, një nga vendet më të dashura të Rivierës shqiptare. Çifti ndau lajmin me ndjekësit në Instagram me një seri fotosh romantike në diellin e vjeshtës, ku unaza shkëlqente në dorën e Blertës në një kornizë që kombinonte qetësinë, detin dhe dritën në një ceremoni që bëri jo pak zhurmë në rrjet. Vetë obori mbretëror publikoi një njoftim zyrtar duke i quajtur ditën fillimin e një kapitulli të ri. Fesa e Lekës vjen një vit pas ndarjes nga Elia Zaharia, me të cilën ka një vajzë, princeshën Geraldine.